shpëndëruar të televizionit Apollon, përshëndetje, flas nga Athina. Kam ardhur këtu me shërbim dhe sponsorizimin e udhëtimit nga presidenti i televizionit Apollon, zoti Artur Lusemi. Për televizionin Apollon në Shqipëri, dua një opinion nga ana juaj. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλιώς δεν θα συνεργαζόμασταν. Shqipëri do vete se kam prindit, kam shtëpinë time. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Αν έχεις κόρη, έμορφη βαλτίνε στο ζευγάρι. Na pëlqen më tepër këtu sepse kemi më tepër liri. Greqia, që një hyn jugor në vitet 90, mirëpriti me mira djem dhe vajza nga Shqipëria. Të gjithë emigruan për të punuar me qëllim që të përmirësonin gjendjen e tyre ekonomike. Këtu i ka rënjët edhe shprehja emigrimi, plag dhe melhem. Tani, ata janë integruar në shoqërinë helene dhe në këto shkëmbime të dendyra njerëzish që shikojmë, atletarët mund t'i dallosh nga bisedat në gjuhën shqipe. Djemtë tanë janë punëtorët nga më të kërkuarit në Greqi. Dikur i shikoje të mblidheshin në sheshin Omonia dhe prisnin t'i merrte dikush për punë. Por sot, për ta, sheshi ka mbetur një relike në kujtesë. Ata kanë krijuar familjet e tyre dhe rrezatojnë kulturë e japin një kontribut të çmuar në zhvillimin e vendit. Është kënaqësi të vëresh lëvizjet e automjeteve të tyre gjatë 24 orëve që shkojnë apo kthehen nga puna. Rastësisht takojnë edhe një djalë nga Berati që ka dalë së bashku me fëmijë. Ai ka ardhur në Greqi për punë që kur ishte 15 vjeç. E kanë fshat ndonjëherë? Unë e jam rritur. Sa vjetë bën këtu? Unë po thosë me si kam marrë moshë 15 vjeç. 15 vjeç. Ke krijuar familje këtu? Aha. Po. Njerëzit atje kanë Berat? Atje janë. Berat. Në cilin fshat the? Neve kemi zbritur tash kemi ardhur po prap. Fëmijët si shkojnë? Din shqip? Si e ke emrin ti? Urdhë? Ardit. Çfarë klase je? Klasë 5. Po normale ne nuk flasim shqip. Shumë. Çfarë fëmijët nuk flasin shqip. Po. Vështirë në punë? Normale puna është. Por jo të gjithë shkojnë në punë me automjetet e tyre. Mjaft prej tyre udhëtojnë me urban, me motora apo me tren.